Salome Frimpong është 27 vjeçe dhe vjen nga Ghana. Për vitesh ajo jeton në Shkodër, qytetin që tashmë e quan shtëpi, pas shumë përpjekjesh dhe pasioni për kujdesin ndaj flokëve. Salome vendosi të hap biznesin e saj të parë me gërsheta në Shkodër. Ajo tregon se gjithçka nisi në mënyrë të thjeshtë. Në fillim nisi t'i bënte gërsheta vetes, më pas me kalimin e kohës, vajzat rreth saj nisën të vlerësonin punën e saj dhe kërkuan që t'ua bënte edhe atyre. From Ghana. Kam 5 vite që jetoj në Shkodër dhe pas kaq shumë vitesh punë këtu vendosa të hap biznesin tim. Mësova të bëj gërshetat fillimisht duke ja bërë vetes time, më pas vajzave që i shikonin tek unë ju pëlqenin shumë gërshetat e mia dhe më komplimentonin gjithmonë. Më pyesnin si i kam bërë, ku i ke bërë se nuk dim një vend ku mund t'i bëjmë edhe ne kaq bukur sa ju. Dhe kështu fillova dhe hapa biznesin. Yes, but I use mine. Fillimi ishte i vështirë rrëfen Salome, por nuk u dorëzua. Me kalimin e kohës fitova klientët e mia besnike, tregon ajo. Tani ajo punon bashkë me 2 shoqet e saj, duke ofruar modele të ndryshme gërshetash për vajzat që i preferojnë. Yeah, from the beginning it wasn't easy. Fillimi nuk ishte as pak i lehtë, shumë i vështirë, por më pas çdo gjë u bë e lehtë. Klientët filluan të vinin një nga një, dhe kështu krijuam klientelën tonë me vajzat e bukura të Shkodrës. E kam filluar vetëm këtë punë në fillim, pastaj kam njohur edhe 2 vajza të tjera këtu në Shkodër dhe më pas erdhën të punonin me mua. Sipas Salome, të bësh gërsheta nuk është e vështirë, por kërkojnë shumë kohë. Ndonjëherë më marrin 2 orë kohë, por edhe 4, varet nga modeli, ndërsa çmimet variojnë nga 50-100 euro në varësi të modelit dhe gjatësisë së flokut. Ajo thotë se biznesi i saj ushtrohet me të gjitha rregullat dhe dokumentacionin e duhur ligjor. It would depend on the model. Të bësh gërsheta nuk është vështirë, por kërkon shumë kohë. Varet nga flokët, modeli që kërkon. Ndonjëherë më merr pothuajse 2 orë, por ka modele që kërkojnë edhe 4 orë kohë. Nuk kushtojnë shumë të bësh gërsheta dhe çmimi varet tek modeli, ngjyra që klientët kërkojnë, por variojnë nga 50 deri në 100 euro. It would depend, if you want it long, it takes more than. E pyetur pse zgjodhi pikërisht Shkodrën për të ndërtuar jetën dhe biznesin e saj, ajo thotë se qyteti i Shkodrës i ka dhënë ngrohtësinë dhe mikpritjen e duhur. Yeah, in Shkodra because Kam zgjedhur pikërisht Shkodrën. Më pëlqen më shumë nga të gjitha qytetet e tjera, pasi kam jetuar 5 vite këtu. Unë u mësova këtu dhe zgjolla të jetoj këtu. Në fillim kam ardhur dhe kam punuar në Razëm. Kam ardhur vetëm këtu në Shqipëri. Më pas kam njohur shoqe të reja dhe dua që në të ardhmen të krijoj diçka më të madhe, të zgjeroj biznesin tim. Në fund ajo jep një mesazh frymëzues për vajzat e reja. Kur erdha në fillim në Shqipëri, të gjithë më thonin mos shko në Shqipëri, atje nuk është mirë. Në fakt, edhe unë këtë mendim kisha në fillim, por vendosa të guxoj, të provoj, edhe këtë ju sugjeroj të gjithë vajzave të guxojnë dhe të provojnë të bëjnë atë që duan më shumë. Fillimi është gjithmonë i vështirë, sepse ishte edhe për mua, por tani besoj ja kam dalë. Në planet e saj për të ardhmen, Salome shpreson të zgjerojë biznesin e saj dhe të hapë një sallon më të madh për të gjitha vajzat që i duan gërshetat.